dhe në arenën e re e Bardhazi kanë zbritur gladiatorët e vërtet, që për ndeshjen, cila është tematika e ndeshjes? Tematika e ndeshjes është qa na pret, qa do bënet. Ku e dimne, po ta dinim në qa na pret, do kishim ikur. A-y, do me thënë, jo A-I, po A-y. I di A-I ka thënë të gjitha se qa do bëhet në vitet që do vinë, sfidat e mëdha që na presin, këto do diskutojmë me kolegë super të nderuar në studion tonë. Do të janë Muço, profesor, një figurat kryesore të Universitetit të Zojës së Këshillit të Mirë. E thash mirë? Edhe miki studios Bardhazi, edhe kjo e dyta ka rëndësi. Rikthehet fuqishëm në studion Bardhazi Liliana Kuçana, njëna përfaqësueset më elegante të Partisë Demokratike, të asaj që ka ngelur, do me thëmë që është rudhur pak ajo, po s'ka gjë, do zgjerohet më vonë. Ka mbetur diçka. Do zgjerohet më vonë. Mirgit Vata, njëna djemt më të jashtëzakonshëm të kësaj studioje, figurë kryesore tek urdhri i, e thot vetaj së ndihmon e ngatroj, i punonjësve social, pra në mënyrë që mos e ngatrojmë asnjëherë, dhe një figurë e bukur e Partisë Socialiste, mendoj unë. Mendimet nuk vrasin njeri. Flogert Muça, atë e kemi vllas klasin fare, do të se kemi konflikt interes. Flogerti sot që ka filluar Bardhazie, diçka bërë, që ta thoja këtu, live në studio. I ka marrë dikush, i ka thënë, o Flogert, do vish jo, i ka thënë, sepse jam ke Bardhazia. Që për Bardhazia është si... Jam ke Bardhazia. Si bombardim o vla. Është vërtet apo jo? E vërtet. Është vërtet apo jo? Faleminderit shumë. Po ne kemi agent sekret. Ndani këtë kohë të çmuar me ne. Një sekond se duhet ta them këtë. Ne kemi një agent sekret në shtëpinë e Flogertit. Morea e vogël, të cilën e kemi fanset e emisionit, edhe të librave të rion. Edhe të librave. Po mirë, tani kemi një qeveri të re, shiqyrje të freskët, digjitale po thuaj. Digjitale, po edhe pse në mandat të 4 është e freskët. Nes na intereson politika, po na intereson një gjë tjetër. Çfarë do të përfitojnë qytetarët tanë të dashur nga politika, nga qeveria Rama 4? Edhe 5-ër, edhe 6-ër. Ato që kanë përfituar për herë, ato që fitojnë për herë në qytetarët. Qa fitojmë ne? Qa fitojmë në qytetarët, që se dim akoma. Qeverisjen, bra. Qeverisjen. Po fshatarët qa fitojmë? E kënë djerti. Unë dorën e qeverisjes e di e gjithmonë. Të ngrohtë. Po. Iliriani, i beson ti këto? Mendoj që, po. Po me si po priste, po. Sigura ka fajnë qeveria Ilirianës. Nuk bërë asnjë lloj tentative. Po jo, sigura ka fajnë qeveria Ilirianës, po. Mendoj që do përfitojnë ato që kanë përfituar 3 mandatet e para. Qfar? Ato që kanë përfituar. Qfar pra? Pra, mungesa e fokusit qytetar, mungesat e politikave publike. S'kan përfitua asgjë do? S'kan përfitua asgjë. Edhe qeveria 4, ju siguroj që nuk do përfitojnë asnjë gjë, sepse Rama aty ishte, kishte kohë për të bërë edhe politikat e integrimit evropian, kishte kohë për të bërë edhe politika publike për qytetarët. Tani ka marrë shumë seriozisht, është e vërtet, sepse tashmë Rama tashmë edhe mediat, fatkesisht edhe një pjesë të opozitës, i ka futur pjesë të kurthit të vetë, duke diskutuar për diellën. Pra tani punët do të na i bëj diella. Pra pjesa tjetër e qeverisë do të jetë diellu ju bëft po. Diella shumë punëtore, edhe shumë nikoqire do të bëj gjitha punët e qeverisë. Po mirë, diella do t'ja lehtësoj punët edhe Ramës, më sa shoh. Po me thënë të vërtetën, pra tash te këto digjitalet, unë mendoj që kemi përfituar diçka. Se futesh atje dhe mbaron punë për 1 sekond. Mendoj unë tani. Mundet që e kam gabim. Nuk e mohon këtë as Ilirian. Jo, po se po thot diella. Iliriana mohon. Pikërisht me teknologjinë dhe inovacionin. Po pra, këtë po e them. Absolutisht, por ka një gjë. Kjo është një tallje e madhe për shqiptarët. Është një tallje që ne fitojmë në kohë? Kjo është një tallje e madhe për shqiptarët. Të vish do t'ju thuash që unë kam sjell një ministër, do ta sjell edhe fizikisht ministrën Diella. Edhe shqiptarët tashmë merren me diellën. Edhe shqiptarët merren. Tash është tema kryesore që po merren. Pra tema kryesore është po merrem me diellën. Tema kryesore e gazit që të kuptohemi. Të lutem. Ndërkohë që opozita duhet t'i dëgjojë fjala në parlament, sepse përfaqësojnë 500.000 votues. Ai, po të lutem tani, ai vuri diellën aty, edhe tha tani dëgjoni tha recitimin e diellës, sepse tash sa herë tha që opozita. Pse jam i bindur unë Iliriana që nëse do ishe ti në vend gazit, do kishe durimin të gjoje diellën dhe të argëzoje diellën. Atëherë, pse kam këtë përshtypje unë? Unë mendoj që për sa i përket pjesës së diellës,
Unë mendoj që qëllimi jonë... Ti nuk do gjuaje, nuk do godisje kur me kushtetut. Nuk do të alëshoj kushtetutën a dora si që lëshuan ata ati. As me lule, jo me kushtetut. Për hirë se vërtetës, unë nuk jam për atë model politik bërje, nuk jam as për, unë mendoj as për blokimin e foltorës, foltorja duhet shërbej për të folur për qytetarët. Kaq? Unë personalisht jam për një sër aksionesh dhe një sër betejash të cilat realisht kërkojnë qytetarët. Pra, jo vetëm 500 demokratëve që ju kemi borxh të madh dhe detyrim të madh, po ne tashmë duhet ju flasim edhe elektoratit gri. Dhe unë jam dakord në pjesën që ne nuk duhet, por duhet të kuptosh diçka. Kur ti je përballë një pushteti arrogant, Rama ka marrë mandatin e 4, është mandatuar, si që shikoni shkojnë në Thes, prishi shtëpijat, shkojnë në Valborn, prishi shtëpijat, arrogant të pushteti tashmë nuk... Liliana, 3 mandate keni përdorur të njëjtën formulë. Pse mendoni se e njëjta formulë do ju jap rezultat tjetër? Po si vjetë, dhe? Unë mendoj që... Se do thyen ligjet e Einsteinit ta... Ore, po të qëllosh në ajër, gjithë ditën do kapsh në i zogë, vla. Flogert, jam shumë dakord që opozita duhet të gjej strategji të tjera, duhet të ullet dhe pa tjetër... Ndërkohë që sa t'i gjeni unë, do t'i gjojmë qatë të bëhet. Jo, po ne nuk është se nuk jemi... Po jo, pra, tashi, po ne nuk i tregojmë, Erion, ne nuk i tregojmë tashi strategji që do përdorim për balë... Opozita është pa folë pa qesh për i duart më në. Për balë... Jo, se këta, vetëm një gjë, se këta e ka një nisëm që unë do doja shumë që t'na e thoshte, se unë e kam me burime nga brënda PD-s, që do doja t'na e thoshte Iliriana. Ka një nisëm të shpejt tani, apo gaboj? Po se kam iden, ti e gazetar... Ja ke iden që t'shkem atë punë, po ti do t'a thuash tani. Unë nuk e kam iden se për çfarë nismash, do më thonë, sepse opozita ka një sër nismash. Po këto janë në të mirë. Cila është një nga këto nisma? Një nga këto nisma që është më interesant. Na e zbërtheni kujtësin, por duke na e bërë si Big Brothers. Tronditje. Po e vërteta e thënë nga ajo do kishte kuptim se... Unë mendoj që... Thuaj ti lajmi që e keme burimet të Unë mendoj që ka një sër nismash të cilat do t'i shërbejnë opozitës, të cilat do t'i japin integritetin e duhur opozitës, dhe së shpejti... Kjo është retorik, po thash mos po thua atë që duhet thuash. Pra, do ketë një tërmet brenda Partisë Demokratike? Unë mendoj që... Pse nuk mblidhet Këshilli Kombëtar? Pse nuk mblidhen organizmat e Partisë Demokratike? Jo, po do e bëjnë diçka pra, po s'po e thosh. Unë mendoj që Këshilli Kombëtar do të mblidhet. Base se di më. Është organi i cili... Sa po e thash, do ndodhi tërmet brenda Partisë Demokratike. Po jo, po do ndodhi tsunami. I cili demokratët e kanë Ti ishin një studio se ku ishin, ja plasët të qeshurit u shkrit gjithë barkas, po le tani. Flogerti është gazetar dhe unë e kuptoj ngacmimin e... Nuk duhet të bëj shaka me opozitën se du fort opozitën? Sa po të ndodhi tërmeti, unë do vi këtu dhe po së më ftuat, do hy do ndërpres transmitimin, sepse kjo që po them... Por e ke derën të hapur, s'ke nevoj të ndërpres, ne hapim vetë. Mos qeshni se nuk ndodhi tërmeti dhe Damiani, ndodhi... Dakor, po ku ti thua tërmeti? Tashi po më jep shumë shpresë. O, Flogert, ku ti thua tërmet? Do të shkarkohet në një nga liderat ish udhëheqës ose... Po more po, do ndodhi rokade madhe. Dhe nga do vi ky lider i ri? Lideri i ri, atë pastaj është në dorë të... Atë pastaj ta shkohim. Është në dorë të Ilirianës dhe shoqe dhe... Rata, tani, je i gëzuar që do kemi një parlament të ri? Shiko për tjetër, ka një kombinim të figurave treja cilat sjellën... Jo, për figura, me figurat ku shikon figura, më për parlament, do kemi një parlament... Godin, po. Pa tjetër jam i lumtur me gjitha zhvillimi që do ketë, por ajo që të vjen keq edhe për opozitën nga sensi dhe shija e humbjes, pra ai që i hidhur sa është, tani kanë kaluar po çau, unë se kuptoj pse merrni me opozitën ju. Jo, duhet të diçka, po se po bëj një parantezë për dal diku. Po, di. Që nga kjo shije e hidhur tani kanë kaluar një pozicion tjetër që ju ngjason me atë kompleks inferioritetit dhe çdo inovacion që ne sjellim dhe kur guxojmë të jemi të parët, ju duket si tallë, se pavarësisht se ajo mund të jetë inovacion që do ndihmoj goxha qeverinë, do ndihmoj goxha në zhvillimin e shoqërisë, do garantoj transparencë, do harmonizoj legjitimin. Gjitha ajo do i bëjmë, por para të na lajë edhe enët neve, po le se e di. E dikush do ishte rësia, për mua, më fal. Djegës të zhvillimeve që kanë ndodhur në rajon apo në botë. Tani jemi bërë fanar. Dhe ky është i lajm shumë. Tani, rësia, të lutem. Erion, vetëm shkurtimisht. Di cilat do të ishte rësia? Rësia do të ishte në qoftë se ky djali do të ishte në kabinetin qeveritar. Po, vjen nga shoqëria civile, ka kontribut. Por rësia, për kaq kohë, jo, po nuk është ai. Po nuk është ai. Po nuk po sjell rësi Partia Demokratike që Rigazi e Flamuri edhe nuk je ti. Për vetë mirë pale atë. Tani, sa merresh me atë si për vetë. Ne po flasim. Edhe ti duhet të ishe në parlament. Tani, unë po të po pratë edhe unë ne nuk duhet të ishim. Rigazi 8-2 atje, 12 me 4. Unë nuk jam parlament, po jam përfaqësuese demokratëve, jam antare
e Këshillit Kombëtar, jam në nivelin më të lartë Partisë Demokratike. Klodi, ta dëgjojmë që Klodi tani, Klodi, Ndeshjen po e luani shumë fort ju PS-ja, po këta PD-ja po gjithmonë keqe kanë shumë edukat. Jo, kanë shumë edukat dhe po ju lejojnë. Rama, një parantez të vogël. Rama është tamam gjeni së keqes. Domethënë ne kemi tani gjysmore që flasim për diellin dhe flet për teknologjinë. Ne s'donim të flisim fare për diellin, po ju hap. Po pra, po në mënyrë kështu instinktive të gjithë po flasin për diellin. Kjo është, domethënë Rama ka arritur që të vendos një, domethënë si kinesja. Diellin dhe praktikisht të tërheq vëmendje të gjithëve dhe opozita bie në grackën që të flasi për diellin. Kishte nxjerrë një kukull kineze më. Thelbi është ky që Shqipëria fakt është që nuk është e vërtetë që është inovacion apo risi. Shqipëria vazhdon të renditet e fundit në Europë për sa i përket përdorimit të teknologjisë. Shqipëria vazhdon të renditet e fundit. Këto të dhëna janë të publikuar nga indeksi ndërkombëtare për përdorimin të teknologjisë. Në fakt, profesor, më falë, vetëm për efekt korrektësie profesionale, Shqipëria për digitalizimin është e para nga OKB-ja, është e para në Ballkan, se ky është lajm që na ka lodh syt, po është tabel, do ta nxjerr tani me sekonda se telefonin e kam mendim ata. E para në rajon dhe lë shumë vende të Bashkimit Evropian mbrapa në digitalizim. Ky është një fakt që mund të kenë vjedhur, mund të kenë luajtur fen në digitalizimin ore. Po që e kanë bërë legendat e kanë bërë. Vazhdon, konsiderohet një ndër vendet më të prapambetur nga pikpamja teknologjike. Kjo është opinion, unë po them një fakt. Çdo raport ndërkombëtar, të e kanë pikë fort, e kanë, mos kapemi këtë dhe turizmin e kanë. Hajde ju bien për gjëra të tjera. Edhe turizmi, të dhënat, kush janë shifrat? Sot u publikuan të dhënat e Isatit që treguan që importi në periudhën e gushit ishte në rënje. Që ti në muajin e gushit presupozon që të kesh kulmin e turizmit, ti në muajin e gushit vazhdon që të ke rënje të importeve, që praktikisht është totalisht shkojnë. Tani ne po flasim për atë turizmin që njohim, ka shumë deg turizmi, jam dakord me ty. Po turizmi që njohim, ta marrësh aeroportin Nën Tereza me 2 milion fluturime dhe ta çosh me 11, për mua është një lajm i mirë. Aeroporti po e çoj gjithë propaganda në gjitha mediat ndërkombëtare. Prom private. Ke çdo ditë ke nga 2 lajme në mediat ndërkombëtare. Është prom private, nuk është qeveria. është prom privat. Pra, ky mandat, Floger, quhet mandati i integrimit dhe do e shohim ne këtë Shqipërinë europiane apo... Tani t'jemi sinqert, unë kam para të ministrën e zgjerimit Bashkimit Evropian dhe më zhdukur, pa egzagerim, si ministrja e Ramës, atë ditë në Bruxelles. E keni parë? Me pash. Marta Kos. Me ato... Fliste ndaj Ramës, be që po flet një ministre e Ramës në raport me Ramën. Po kjo, rruga juaj, shpejtësia me cilën ju po ecni, Bashkimi Evropian është i sigurt, tani nuk di çfarë them. Nuk di çfarë them se unë nga një anë gjoj opozitën që thot Soros i ka kap Bashkimin Evropian dhe është propagandë se bla bla bla. Nga ana tjetër gjoj atë ministrën e zgjerimit që në finale... Po pse do dëgjosh a u hapën kapitujt e ri? Po, në rregull. Tani, hapja kapitujve nuk do të thotë për mua, hapja kapitujve është një gjë. Mbyllja e kapitujve dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është diçka tjetër. Po s'ke kapacitet, nuk t'i hapaj. Të lutem, për kaq kohë sa ti nuk ke kriteret social, ekonomik, politik, asnjë nga kriteret nuk i plotson, Bashkimi Evropian, unë po ju siguroj që është rrugë e gjatë. Unë mendoj që edhe opozita patjetër që do dojë që Shqipëria të jetë pjesë e familjes madhe europiane. Por mbesoni që me shifrat galopante të korrupsionit, me krimin, me të lutem, mund ta pyes Malizia ka 15 kapitull të mbyllur. Nga njëra anë kemi biseda paralele, nga njëra anë kemi Bashkimin Evropian, ministrin e zgjerimit, presidentën e komisionit, që thonë Shqipëria po ecën në këtë drejtim. Nga ana tjetër kemi doktorin që thot të kundërtën dhe thot që ne nuk do shkojmë kurrë aty. Pra, ata që kanë Çelsat me të hap derën thonë jemi gati, ky që është thjesht vargoni një treni thot ne nuk duhet shkojmë atje. Doktori nuk thot që nuk do shkoj kurrë. Doktori thot me Edi Ramën dhe me këtë politika nuk mund të shkoj. Ata i thonë Edi Ramës je lideri që po e fut Shqipërinë BE, doktori thot është një Maduro, siç e thot diçka. Çfarë thot që ti je lideri që do futë Shqipërinë BE? Marta Kos mor para një jave. Lideri i ti.
Ju e kryeministri, li udhëheci më leadershipi juaj, ju udhëheci. Por është fakt apo jo? U hapën 4 kapituj apo Mirë, sigurisht janë hapur 28, pyetja nuk është sa u hapën, pyetja është ku do mbyllen. Po. Dhe si do mbyllen, konkretisht. kur u hapën edhe do mbyllen ato, apo mund mos mbyllen? Jo, tregoj është të thënë fare, ato mund të hapen, po mund mos mbyllen. Se është logjik më. Një ndër një treta ka pejtu e flet për çështje ekonomike. Një ndër treguesit kryesor të ekonomisë është që të ardhurar për frymë të një vendi duhet të jenë që duhet të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, duhet që të jenë sa 50% e mesatare së BE-s. Po. Praktikisht, sot që ne po flasim, të ardhurar për frymë janë rreth 10.200, edhe pse janë larguar gati 1 milion shqiptar. Që të arrim të 50% do që të arrim të 15-16.000 euro për frymë. Por që të arrish të 15, a i bie, o do të largojnë dhe 1 milion shqiptar të tjerë, ose do duhet që ti të rritësh ekonomin me 50%. Kuptova. Po si do të arritësh ekonomin me 50%, kur me 10 për të 10 trimestër të radhës, praktikisht prodhimi është në rënje, me të në recension total. Si do antarësohet Shqipëria në Bashkimin Evropian? Si do antarësohet Shqipëria në Bashkimin Evropian, ku në zonën e Astirit, me mira qindra fëmijë nuk kanë shkollë, ku në zonën e spitalës nuk ke shkollë, ku familjet shqiptare nuk mbyllin sot do të muajnë, më falë, për cilin Bashkim Evropian, më thuaj në cilin vënd, se ju ne gjithë të kemi qenë në vëndet e Bashkimit Evropian, më thuaj në cilin vënd Bashkimit Evropian, ti nuk ke uj, pra, nuk ke drita, ke orar, po të lutem tani, tani, do më dëgjosh, gjatë kohës së fushatës, në zonën e plazhit, unë kisha vazhdimisht ndërprerje energjisë elektrike. Po të lutem, o Ilirian, të lutem, andish të pyetja, a intereson opozitës kjo lloj opozitarizmi edhe kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian? Po duhet kesh kriterin social. A e plotson kriterin social? E ke kriterin ekonomik? E ke kriterin politik? Po ti s'le opozitën në formë parlament, mo, Bashkimi Evropian shpret, po të lutem tani, po ti nuk lejon opozitën të flasin në parlament. Po të lutem tani. Si do t'i japësh më shumë? Nuk di ta përdor në mënyrë efektive kohën që duhet. Nuk i dha fare kohë t'i jepte. Pastaj fillojmë ka ofendim të madh të marrësh kushtetutë dhe këtë vendi ku njerëzit beton ta hedhësh për dall. Po lena një lirë. Nga ambasadorët e Bashkimit Evropian. Po e kishte për opozitën. Të cilët kishte për qeverinë, e cila një qeveri e cila kalon programin pa diskutim. Që mos bëjmë pjesë e kësaj retorike. Se unë e ti njëmi para politikës. Shifrat po në tjetër gjë. Në 2013 prodhimi brendshëm brut ka qenë 9 miliard, sot ka vajtur në 27 miliard. Është trefishuar. Është indikatori i rritjes ekonomike. A duhet të jetë të dhënat janë aty. Tani po të dhënat, prodhimi përgjithshëm shteti shqiptar ka një monedhë kombëtare që quhet lek. Profesor, prodhimi përgjithshëm brut. Ne matemi me indikator, profesor. Profesor, ne matemi me indikator që ta bëjmë më të përgjithshëm debatin. 13 ishte 140 po pra, po thotë legu, thotë që është rrit ekonomia shqiptare. Po në cilin vend të botës, rrinte onkologjiku me orë dhe me ditë dhe me javë. Po pra, edhe nuk gjithë. Po jo, s'është fushat, kjo është halli qytetarit. Po është halli qytetarit, ai lukton I lëm gjitha. Europa, më falë. Europa. Se përgjigje për onkologjikun. T'lutem, ka ndonjë vend të botës që mund të ndodhi? Po kaç pra? Po një sekondë pra tani, unë po them, po për onkologjikun ke të drejtë. Për shkollat e ditë për ujin po. Për shkollat ke të drejtë. Flasim do heqim depozitat e ujit, po kemi tesor ujit. Janë të gjitha që shtoni ju, Iliriana. Absolutisht. Jo si shtemi ne, si shton fakte. Po siç është ashtu është. Tani, ata europianët, ata të fishtës, kanë ndru këtë rast, thonë, edhe pse jeni për i bret, ne do ju marrim. Tani ju, me sa mënd në kokë, nuk e shfrytëzoni për këtë moment për të marrë ca kapitale politike në këtë moment historik, po dilni kundër historisë. E kupton tani? Rama ka bërë jetin gabim në 2000 me ligjet e famshme me atë historinë e Fierit. Dhe e mori damkën atëherë. E ka bërë dhe me NATO-n kur bëri deklarat ku diun se çfarë. Tani ju, kur Europa për arsyet e saj do të na kapi dhe të na ngjisi atje. Pse nuk merrni pjesën tuaj të meritës, por dilni kundër historisë më njerëz? Kush ju këshillon? Jo ti, ë? E kuptoj. Atëherë unë mendoj që e ke parë qendrimin zyrtar të Partisë Demokratike për ligjet që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian, pra ne nuk jemi kurrësi kundra për qenë pjesë në ligjet. Sjellja europiane është sjellje që bëhet parlament. Kur hapen 40.000 vende të reja pune për shembull?
Po ku ka njerëz si ti futim këta vende pune? A jetoni në Shqipëri apo jo? A jetoni në Shqipëri apo jo? Jam dakord, po. A keni fol ndonjë ditë? Do hapim vende pune për Filipinas. Miku im, ju betohem, se nuk duhet t'ja them emrin se ndoshta s'do ai. Ka një kompani në Shqipëri që ka 80 të punësuar shqiptar. Po tani ne pa hapim vende pune për të huajt apo për shqiptar? Merr të huaj. Çdo ditë, Merr të huaj se nuk ka shqiptar. Pafund. Po, gjë tani. Shqiptar, i kam thënë unë, ke njërin që bën këtë, sa është rroga 600, shqiptari nuk shkojë shok. Po. Është dhe kjo, tani, o i themi të gjitha anët e medaljes, dy janë shkretat, nuk janë shumë, ose e lëm. Ka nik Shqiptarët ka nikur gjithmonë, me qenë fillim viteve 90 dhe do ikim. Ka nikur, më ka nikur. Po ne për këtë ditë kemi luftuar, kemi edhe unë qosa, unë kam një ofertë shumë mirë, cila do prevaloj, pa tjetër që do ikë, që është kjo muhabet? Po për lëvizjen e lirë, profesor, po për lëvizjen e lirë kemi, gjithmonë kemi luftuar, pa tjetër për shkuar. 64% e bonus bebe, që pasi u pezullua, para se të pezulluaj mire nga bebe që lidhin jashtë Shqipërisë, do me thënë 64% e fëmijëve shqiptar lindin jashtë territorit të Shqipërisë. Unë nuk e di këtë statistikë të jemi. Po jam të them, pra do pyetja është që thoni ju, BE-ja do të na marrë atje. Ju pse jeni kundër më? BE-ja do na marri. Kur të na marri BE-ja, nuk do të futemi neve. E the shumë drejti. Kur të na marri BE-ja. Po pra ajo do të kurse unë nuk e mendoj kështu. Unë nuk e mendoj këtë. Del ajo Marta Kos dhe thotë, o njerëz thotë. Ju jeni kundër. Me këtë leadership, me këta njerëz, ne brenda 2007 shqiptar që nuk do të futet në BE. Dhe brenda 2010 integrohemi. Ju thoni, jo, ne jemi qeveri e krimit, s'kemi vend në BE. Deri në 2007. Se Fred Lela, më falë, jam i bindur që Fred Lela nuk ja ka dhënë këtë kështu. Sa unë ju siguroj që do jemi prapë. Bëj një pyetje për kuriozitet serioze. Një sekondë vata ta dëgjojmë që se po më qeu këtë. Deri në 2027 që do ketë rrjedhur kaq shumë ujë sa ne do flasim prapë në këtë studie, por ju siguroj që do ketë rrjedhur shumë ujë. Deri në 2027 do jenë mbyllur gjithë grup kapitulit. To thon ujë. Do jenë mbyllur gjithë grup kapitulit Iliriana dhe në 2027 do festojmë mbylljen e grup kapituleve dhe bëu gati në 2028 për procesin që do jetë që gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do ratifikojnë dhe pastaj të bësh gati nga 2029 për BE. Tani vetëm një pyetje. Tani vetëm një pyetje shumë vogël e kisha për Ilian profesor, vetëm për Ilirianën. A mendon se është europiane pra një sjellje kur opozita nuk merr kohën siç duhet? E para dhe e dyta, ne kemi ka Partia Socialiste dhe kryeministri Rama ka prezantuar një program. Më thuaj, kush është marrë me pritshmëritë apo objektiva që ka ky program nga Partia Demokratike. Në Perëndim dhe në Bashkimin Evropian, opozita shikon programin e partisë dhe bën një program paralel. Edhe qeveri hije. Ti ke këto indikator, un kam këto indikator. Nëse ti ndjek këtë rrugë, un kam këtë model ekonomik zhvillimi. Nëse ke ti këtë model taksimi, un kam këtë model taksimi. Un deri në këtë moment nuk kam dëgjuar në asnjë moment dhe me shumë dëshirë do kisha dashur ta dëgjoja. Programi u prezantua, nuk u mor njeri me programin, me qëllime dhe objektiva dhe për qenë vërtet, po jo, për qenë vërtet ka patur një analizë, ka patur disa rezultate, ka dhe disa objektiva. Një nga tre Vetëm do t'i kthej përgjigje. Se debatet mbi këto gjëra duhet bëhen. Jo tani të merremi me gjëra që nuk kanë funksionuar dhe kanë lënë Partinë Demokratike në pozitë gjithë vitet. Ne brezëri duhet jemi pikërisht mbi idetë, mbi vizionin, mbi debatin që realisht politika këtë kërkon. Qa ne u plakëm duke thënë jemi brezëri. Unë mendoj. Një sekund, flete një flokert. Ne u plakëm duke thënë jemi brezëri. Ora ta kapi kamera dhe njerë se përqewa e. Kap kamera. Ora në u bë Kalamani me shku glaspar dhe ka 10 vjetë që themi jemi brezëri. Shë brezëri. Ndryshimet e kushtetutës. Vetëm t'i kthej pak. Përgjigju atë se kam pyetur direkte. Atëherë, Partia Demokratike gjatë fushatës, sepse kur garojnë 2 parti ose 3 parti, garojnë mbi, po themi, ekipin edhe programin. Partia Demokratike shkoi te qytetarët me program, ndërsa Edi Rama ka shkuar gjithë këto vite me tepsi, je pa parë. Vetëm me program, pra jo me tepsi, me tallava. Partia Demokratike tha shkoi te shqiptarët me program. Me tepsi, me tallava. Tashmosh shpiku dhe diellën. Pra, ne programin e visionin të Partisë Demokratike, ne e kemi paraqitur. Ndërsa programi i Partisë Socialiste të arrish që programi i Partisë Demokratike është retorika. Po lutem tash, po s'është retorika, si është? Retorika. Ja ta them unë pse është retorika, Iliana. Se ja ta them unë gjithë programi i Partisë Demokratike ishte kjo, ja ta them unë. Dorisin këtë, do olin këtë, dorisin këtë, do olin këtë, dorisin këtë, do olin këtë, dorisin këtë, do olin këtë. Ore,
Me qa do i risësh o vlla, e kupton? Fal, proces Ke gjetur uranium a qa, ke gjetur në një naftë në det a qa. Atëherë, ja do të them. Tani ta lëm se Mjafton mos të vjedhësh, mjafton mos të bësh djegsat, Nuk, ky nuk është program, mos ta nuk është abuzosh me program. parat publike dhe parat janë Nuk është diskurs parat politik, janë retorik aty. politike, po s'është program. Parat nuk janë po aty. lejojmë të vjedhet asnjë gjë. Jo, tha Eduard Shalci, do vjedhi me lezet, tha, do vjedhi me, po, e thaj, fillim. Po, nuk e mbajti fjalën. Po. Se vodhen pa lezet. Unë kam një gjë Vodhen tjetër. hapur. E kam një gjë tjetër. Se mbajti fjalën. Jo, jo. Se vodhen pa lezet, vodhen kështu, ashtë fare. Po nuk ishte ai, se po t'ishte ai do e thënë. Jo, po ndryshimet kushtetuese të Ornelës, sidomos fakti që Rama odhi tezën fantastike për t'i vrarë partitë e vogla, 101 deputet. Jo, s'është vetëm ashtu. Ka dhe një gjë tjetër. Vret edhe opozitën me këtë. Shifër. Jo, se nuk e kuptojmë, mbase se kam gabim. Kuptoni diçka. Se kanë do e thonë as ky as 101-shi, po. vlla. Doktori dhe Rama janë në bashkëqeverisje. Po, atë e di me, tha vetaj, do marrë të djathët ta. Ajo që ndodhi në parlament, kush do rrinte 25 orë me çad rast. Po, i tha Rama ati ma mbyllë që se kam Po pa tjetër, more, e mbyllën aty për 20 minuta, unë bëj sikur gjuj me këtë, unë mërzitëm nga djela, ikën shtëpi, mua betë kot. Tani këta, te dy gjëra Për shqiptarë që na ndjekin, nuk falë, jo, më falë, e kam serioze Jo, po në qofë si ku demokratëve, dhe më në të lojgjë, Jo, një sekundë, se demokratët janë shumë më lartë se elita e tyre. Demokratët janë shumë më lartë se elita e partisë tyre. Në shumë respekt do të them vetëm fakte pse këta janë në bashkëqeverisje të plotë. Këta, kur vjen puna të ndryshimet e kodit elektoral, këta janë bashkë. Kjo është bashkëqeverisja, që ti dikton rregullat e garës në interesin tënd. Në pushtet është dhe Sali Berisha. Unë nuk njoh një biznesmen ose oligark Sali Berishës që vuan sot se s'po merr punë nga Edi Rama. Janë dëndur në para, s'kan nga i çoj. Në për thase, janë tu i varros në për çanta, në për vila. Ja, kjo është e vërteta. Tani. Po jo, tani. Na dhëm, po na dhëm. Thuaj se vetë unë kam unë një kazë në shtëpi, më thuaj se vetë unë i kërkoj. Kur vjen puna te kjo, këta janë bashkë. Kur vjen puna te reformat, edhe ajo reforma e famshme e 2015-s, Basha nuk doli kundër. Ishte në deal me Ramën. Thjesht tha unë po distancohem dhe me demek bojkotoj. Këta e nderuar te parat dhe te ligji elektoral që i mban ata në kryet këtij vendi janë bashkë. A do marrin ndonjëherë Gazin Rama ministër? E ka bërë ministër Gazin Rama, po ju se kuptoni se kush e mban Gazin nën kryetar të Partisë Demokratike pasi ka humbur dhe është tallur me gjithë demokratët. E mban Rama ndoshta, më kujt di ti? I ka thënë doktorit, po i fute spica tani, po na thuaj ti për 101 reforma. Po, 101 Partia Socialiste në pushtet. Prandaj ka filluar thotaj 2050-a ka ishur. Ja më dëgjoj. Por unë isha gëzuar që thoshte 2030-a, tani ka thonë 2050. Fal, se kam njerëz të arsimuar mirë këtu. Mandatet ndahen bazë popullsisë. Po. Nga Tirana ose nga Shkumbini e poshtë, jugu, është pjesa më e madhe e popullsisë, se ne veriu jemi braktis, i kemi lënë, kemi ikë. I çoj edhe Fatma ai edhe tani Rama 51 mandate miku im, ti bën nga Tirana në Gjirokastër. Nuk ka nevojë të zbresin Lezhën, Shkodrën, Dibrën, Kuks fare. Kështu që me këtë popullsi që kemi, me këtë demografi që kemi... Nëse popullsia është e lumtur që do i paguaj më shumë taksa në 2026... Tani më falë, unë po bëj analizë të qëllimeve, nuk po bëj, është e mirë... Profesor, që të ndajmë diçka bashkë paktën, me kolegun Merru. Me mua, unë vijë dhe bëj analizën e qëllimeve të Ramës. Nuk them unë është e mirë, është e keqe. Është dramatik. Qytetarët janë të lumtur. Qytetarët janë të lumtur që po konsumojnë produkte me pesticide, që po i kap Kosova, po i kap Kroacia, po që në parlament njerëz që s'din të lidhin dy llafe. Po iko kur mos vafshin parlament, aty le të rinë valla. Atyre le të fshin sheshin aty, ça më tregon mua. Iko më mirë ato që recitojnë poezia, më të mira ato, Zeqinete çan ato. Unë mendoj që kjo se thotë që me Zeqinen, Zeqineja është kryevepër. Shikon atje, mbretresh, Fal, Zeqineja të ka tjetërsuar ose të ka vjedhur në vot ty? Tash ne do të jemi shumë serioz. Jo, se serioz. Ne do të jemi shumë serioz. Po pse ata që uluritën në parlament duken serioz, që gjuani me kushtetutën në parlament janë serioz. Serioz duhet të jesh duke kthyer e para syt nga vetja dhe duke thënë ku e keni të keqen. Dhe parlamenti është të bësh politikat publike dhe të marrë shfatet e njerëzve dhe të fëmijëve tanë, gjithë të cilët që ne jemi në libër e kam dhe unë këtë. Të lutem. Kam dhe unë në libër. Dhe të mendosh që
për fatet e shqiptarëve të vendosin Zëgjineja dhe shoqet e Zëgjines, kjo është qesharake për mua. Unë absolutisht, unë do doja shumë, gjithë Roskovecka, ata qytetarët e Roskovecit që e besojnë atë. Më falë, deputetët janë pasqyra jonore. Më falë, një sekund. Shumë mua më përfaqëson Desi. Do më lësh tani. Mua më përfaqëson Desi. Nuk duhet. Jamur Noka. Po një sekond. Po du të jetë ky në parlament, jo. Po mua, ja pra ja ku ndajmë bashkë. Po ky ishi mërzitshëm më vllaz, ti s'di të bëj poezi. Unë nuk dua këtë. E di kush është burr që mua më mbush dhe më përfaqëson? Po. Flamur Nok. Aha. Ja pra se cili nga ne kemi pasqyrën tonë në parlament. Mua më përfaqëson Flamuri, atër nga Roskoveci e përfaqëson Zëgjineja, ty të përfaqëson ka ky, e ti në Partinë Demokratike dhe të përfaqëson kolegu. E kupto tani? Të lutem, jo modeli, unë flas për modelin. Ç'a modeli? Ç'a ka Zëgjineja? Një sekond, ne duhet të ecim bazë modeleve. Ka vrarë Zëgjineja. Të lutem, ne Ka vjedhë Zëgjineja. Të lutem. Ne kemi vrasës dhe hajduk në parlament. Që të shkosh në parlament duhet të kesh shkëlqyer në fushën tënde, nuk i njeh njeriu zotëri, po si njohë njerëz të lagjës. Po mo tash mos tallemi me shqiptarët, bëhemi serioz. Ti thua Edi Rama nuk meriton ti jetë thua ti. Po njerëzit duhet shkëlqejnë fushën e tyre, mo duhet të Edi Rama thua ti nuk duhet të jetë kryeministër, sepse nuk ka shkëlqyer si kryeministër, po si hajdut, thua ti. Ë? Tani Zëgjineja nuk ka shkëlqyer si hajdute. Më mirë Zëgjineja se Rama, po them unë. Doktori ka duart me gjak nga 21 janari. Më mirë ti se sa doktori, them unë. Lutem shkurtimisht, kushtet tuta dhe 101. Unë e thash mbarova. Tash unë mendoj që janë bashkë ata, njëri opozit, tjetri pushtet, gjersat kenë hymën edhe mirë pa. Unë mendoj që kjo është në dëmin e opozitës, sepse ata demokratët të cilët kanë qëndruar pa vull, që kanë qëndruar në ditë vështira, të cilët kanë qenë kur Partia Majnë Demokratike gazin në kryetar dhe ju tjerë ju unë mendoj që nuk duhet jo po, për demokratët duhet jemi sepse duhet të ata janë të ndjeshëm kanë thua demokratët për gazin. Për gazin, ç'ju thua? Unë kam thënë publikisht për gazin, që unë jam kundra që Gazbardhi jetë përfaqësues si kryetari i grupit parlamentar. Pra unë këtë kam thënë publikisht. E kam thënë publikisht. Por kjo, më fal, po këtu ndryshojmë ne Partia Demokratike nga Partia Socialiste. Partinë Socialiste nuk guxon njëri të flasë. Janë pushtetë. Aty s'flet njëri, po të lutem, po jo më jo. Po aty s'guxon të flasë asnjë, të lutem. Kemi folur ne juaj penalltinë e fundit. Po, jo, 101 mandate nuk ka asnjë gjë të keqe, reduktohen kostot, uroj që sa më shumë të reduktohet deputetët, administrata në thelb, nga këndvështrimi ekonomik është shumë pozitive në thelb. Ato lekët që do kursehen duke hequr deputetët, do t'i marrin këshilltar. Tani kjo ironia therse. Kjo po ndodh. Nuk e di domethënë. Domethënë kjo ironia therse. I bashkë. Po me që e bëri Basha është saktë. Po ironisë. Iriana penalltin. E kemi thënë neve para bashkë. E bëjmë 1-1. Flogerte. E fundit Iliriana. Ne duhet shkëputemi nga tretjeti Lul Bashës, ti vazhdon tani thua kjo është. Iliriana. I agjiton Lul Basha, mos e përmend. Nuk e dia Iliriana të kërkoj shumë djes. Jo, nuk më fal, do ta sqaroj edhe. Përkundras Iliriana s'ka asnjë. Penallti. Ne kemi penallti është kjo. Ne kemi dy parti, të cilat bashkëqeverisin që thash dhe janë një lloj në një kuptim. Kur themi partia, themi Lenini, kur themi Lenini, themi parti. Ky është e penallti. Ky është e penallti na 11 metrash, po. Po, penalltia jote. Jo e fundit Lira, profesori. Okej. Po. E tha profesori. Jo, unë s'u kuptova çfarë tha. Jo, thash që në thelb reduktimi mandate, apo qoftë edhe rishikimi administrativ. Profesori e gjyti jashtë, prandaj. Është programës, po. Jo, nuk është çështje programës se tani. Po të mendojmë që Rama. Po e penallti tani për Inat profesor. Jo, pra, ka një penallti Rama nuk është. Futi një diellës. Kemi fri nga Rama se Rama duhet po u reduktua numri do fitoj Rama. Ti je profesionist. Do të thonë unë uroj që njerëzit mos votojnë siç kanë votuar 40 vjet. Do të thonë siç ishte ai gjyshi 105 vjeç, kanë votuar vetëm PS-n, thoshte ai. Jemi përballë një procesi shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me antarësinë në Bashkimin Evropian, por shpresoj që ky proces të europianizojë edhe opozitën. Wow, kjo ishte autogol, a çfarë ishte? Unë mendoj që Gol me të prekme. Gol me të prek, po ishte goli me atë Unë mendoj që opozita do të bëj pjesë të familjes madhe europiane edhe kolegun, edhe kolegët e kolegut, por unë ju them që Rama në 2027 do ta shohim nëse Rama do të jetë apo nuk do të jetë këtu.
Pra, jemi duke folë për një proces... Por e sa për atë, në estetim do jetë Rama do t'jetë derisa... Rama do t'jetë derisa të futemi në plene. Pyetja është atë do jetë Iliriana në kabinet me Ramën, po hajt është debat. Atëherë, Kemi kohë. Iliriana do t'jetë... Se përsa kote doktori është Gazi, Albitër Gjukopa Atëherë, Iliriana do t'jetë... Rama i ka qef njerëzit të zhuar. Iliriana do t'jetë krah demokratëve, krah atyre të cilët e kanë zgjedhur dhe e kanë besuar, për të përfaqësuar zërin e demokratëve, do t'jetë për të bërë betejë edhe brenda opozitës. Pa, bravo. Ishte gol. Ta shi foli si që duhet. Të meren qik me vetën, pasaj të meren me punët tona. Tani, me thënë të vërtetën, të fare, patronazhist nuk jam, një. E dyta, Rama po bën politik praktikisht tani. Pra, ju hedh në i top tyre dhe këta kjo është e vërteta. Pra, politikën po e bën ai. Ai në mbledhjen e partisë, ishe ti të mbledhje partisë? Jo, nuk. Si ishe, Ishte mbledhje asambles, nuk. mbledhje partisë, mbledhje... Po ka, është mbledhje strukturës. Ku folim breti. Si një gjigant, sa më ka pëlqyer, edhe i tha të gjitha orientimet që do bëhet në planin 5 vjeçari. Po këta tjerët, që thanë këta tjerët? Po jo. Jo, tha njëri, ore shko, më thua një njeri që e ka përdzenë inteligjencë Ramën atje. As një. Që s'ka pse të Po thonë. djel, as djela? Jo, djelës ja ka dhënë, djela është Rama vetë dhe varianti femër. Luigi. Mirë, do të shkojmë në publicitet dhe me njërë do dalim shumë të bukur. Në akuz. Kush vjen të akuzoj?